Çfarë punë e gjatë? Mirë si është, mirë. Po s'le. Ço ke, si e mirë? Ço ke? Vërdo, shumë. Çiftçik top. Tani do të bëjmë të dorë, si u bëjë që mos të shërë. Ngrej pak të dorë. Përse përket aksidenteve vaskulare cerebrale, faktorët që duhen pas parasysh janë në mnemonikun FASTER, F qëndron për face, duhet pa për asimetri faciale të pacientit, A-ja arms apo për paralizat të krahut ose të gjymtyrëve të këmbëve që mund të ketë pacienti, S-ja qëndron për stabilitetin, duhet parë për problemet e ekuilibrit që pacienti mund të shfaq, E-ja është për probleme të shikimit, pra eyes, T-ja është për të folurit, talking. Çfarë punë e gjatë? Mirë si është, mirë. Po s'le. Ço ke, si e mirë? Ço ke? Pra, mund të kemi probleme të artikulimit, të cilat mund të vihen re me fillim akut për diskutim, dhe R-ja është reaction. Pra, reagimi duhet marrë sa më shpejt 127 nëse shihni që këto simptoma persistojnë.